Në një mbrëmje të veçantë të njëjtën më 26 shkurt, Teatri Petro Marco u mbush me një audiencë të përbërë nga qytetarë shqiptar dhe të ftuar italian, për të ndjekur shfaqjen teatrale Lo Santo Giullare Francesco. Interpretimi i aktorit italian Mario Pirovani u prit me një duar trokitje të gjatë dhe krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese. Në event ishte i pranishëm edhe konsulli italian Achille Provenzano, si dhe aktor dhe përfaqësues të Teatrit Petro Marco. Konsulli italian foli me entuziazm të madh për rëndësinë e këtij eventi. È un significato profondo perché non è solo il centenario della nascita di Dario Fo, ma sono 800 anni. Mbështetja e konsullatës italiane për këtë shfaqje ka një kuptim shumë të thellë. Nuk është vetëm për të festuar 100 vjetorin e lindjes së Dario Fos, por gjithashtu për kujtimi për 800 vjet nga vdekja e një njeriu vizionar dhe revolucionar si Francesco Azizi. Dario Fo dhe Francesco Azizi kanë qenë dy figurat jashtëzakonisht të rëndësishme për kulturën italiane dhe europiane, për krishtërimin dhe për ndikimin e tyre në botën që jetojmë sot. Rëndësia e tyre është e madhe, sepse ata ekzistuan dhe lanë gjurmë që sot vazhdojnë të na frymëzojnë. Kultura dhe veçanërisht teatri luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve midis Italisë dhe Shqipërisë. Një shembull i gjallë është Artur Dhamo, i cili si drejtori i teatrit të Vlorës ka bërë gjëra të shkëlqyera. Fal bashkëpunimit të tij dhe mbështetjes së kryebashkiakes dhe teatrit, është e mundur të ofrohet një propozim kulturor me nivel të lartë në qytetin e Vlorës. Figura e Shën Franceskut ka sot një vlerë që shkon përtej kohës, siç ka treguar aktori Mario Pirovano. Mesazhi i tij është gjithmonë i gjallë. Ai përçon një mesazh që edhe pas 800 vjetësh mbetet aktual dhe na kujton rëndësinë e paqes dhe harmonisë në një nivel kombëtar. Mesazhi që dëshirojmë të transmetojmë përmes bashkëpunimit me Teatrin Petro Marco është i afërsisë dhe i vllazërisë. Kemi realizuar shumë projekte së bashku me Artur Dhamon dhe Teatrin e Vlorës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, sepse miqësia dhe partneriteti midis Italisë dhe Shqipërisë janë të lidhura ngushtë me kulturën. Kultura italiane, kultura shqiptare dhe kultura arbëreshe tregojnë se jemi vëllezër dhe bashkëpunimi ynë kulturor është një urlidhëse. Patjetër që janë të parashikuara projekte të tjera kulturore italiane në Vlorë gjatë muajve të ardhshëm. Konsullata gjithmonë përpiqet të ofrojë iniciativa të reja në muzikë, teatr dhe kinema dhe me një ritëm të rregullt. Në javët në vijim do të ketë aktivitete të ndryshme, të cilat mund t'i ndiqni në faqen e internetit dhe rrjetet sociale, duke përfshirë edhe projekte bashkëpunimi akademike midis Universitetit të Vlorës dhe disa universiteteve italiane. Che riguardino il cinema. Ja si u shpreh aktori Mario Pirovano, i cili mori duartrokitjet e bujshme të publikut gjatë performancës së tij. È sempre una grande felicità per me perché adoro questo testo, adoro per la dimensione morale, etica. Është era pa që ndodhem në Vlorë dhe po më pëlqen shumë. Të interpretoj Shën Franceskun është një lumturi për mua. Ai është një njeri që ka shënuar dhe ndryshuar historinë, dhe shumë gjëra të tij i ndjej të afërta. Më pëlqen ta luaj këtë rol dhe është një kënaqësi e madhe. Nuk ndiem i lodhur. Mund të qëndroj gjysmore duke interpretuar dhe të jap gjithçka për publikun, edhe pse nuk është e lehtë. Cioè io posso stare ancora mezz'ora e ho tagliato. E questa è una delle forme di teatro più antiche al mondo. Forma e këtij teatri është jashtëzakonisht e lashtë. Ka origjinë nga lindja dhe është shumë minimaliste. Pa objekte, pa dekor, por shumë e fuqishme për të treguar historinë. Figura e Franceskut vazhdon të flas tek publiku bashkëkohor sepse mesazhet e tij janë të përjetshme. Mesjeta shpesh quhet dimri i historisë, por në realitet ishte një periudhë e mbushur me risi të më të mëdha. Përmes metaforave të krijesave dhe natyrës, zogjt, ujku, uji i freskët, mësojmë për kujdesin ndaj natyrës, respektin ndaj jetës dhe rëndësinë e paqes. Shpresoj që publiku të kuptojë momentet më të rëndësishme të jetës dhe mesazhet e metaforave. Kjo mënyrë e lashtë e teatrit dhe përdorimi i metaforave e bëjnë figurën e Shën Franceskut gjithmonë të gjallë dhe aktuale për publikun modern. Ha visto i cardinali, ha visto senza oggetti, senza niente. Artur Dhamo, drejtori i Teatrit Petro Marco, shprehu mirënjohjen e tij për bashkëpunimin me konsullatën italiane dhe për prezencën e artistëve italian, duke theksuar se këto iniciativa forcojnë lidhjet kulturore dhe ndërkombëtare të qytetit. Më tepër se sa performancën, do të thosha që bashkëpunimi me konsullatën, Institutin Italian Kulturës, është një përvojë që nuk ka nisur këto kohë, por është një vazhdim i këtyre. E thënë thjesht me dy fjalë, kulturat bashkojnë popullin. Dhe ne po përpiqemi që me konsullatën italiane aktivitetet, domethënë, e zbukurojnë
të gjitha performancat që vinë sot, vërtet pam një spektator të bukur, jo vetëm prezenca e italianëve që jetojnë në Vlorë, por edhe shumë qytetarë të Vlorës që ndoqën performancën, por pam një aktor, një komediant të mrekullueshëm, duke nisur edhe nga mosha e tij me një vitalitet të mahnitshëm. Për rreth 2 orë, në përgjithësi mesazhet që japin shenjtorët janë mesazhe paqe, mesazhe mirësie, kështu që shpresoj që sot ajo ka ardhur te publiku. Ajo që më gëzon shumë ishte që sot ishte prezenca e konsiderueshme dhe aktorëve të teatrit Petro Marko dhe besoj që këto shërbejnë për eksperienca të mira, më thënë ata kishin çfarë të shikonin sot dhe këto do të jenë ndoshta edhe në vazhdimsinë e punës. Teatri ka në projekcionet, sidomos po themi vepra dhe të autorëve italian, dhe shumë shpejt do të kemi, por që unë dua që ta lë këtë suspans sepse ne jemi për momentin në një vepër, jemi duke vazhduar me reprizat e Bittermanit dhe Zjarvënsit, e cila na funksionoi shumë mirë me publikun, jemi falenderues dhe do të vazhdojmë përsëri këtë fundjavë me 3 reprizat, duke nisur 27, 28 dhe 1 mars. Në vazhdim pastaj do të kemi premierat të tjera. Konsullata italiane njoftoi se në muajt e ardhshëm do të zhvillohen projekte të tjera kulturore në Vlorë, përfshi teatr, muzikë, kinema dhe bashkëpunime akademike me Universitetin e Vlorës. Përmes interpretimit të jashtëzakonshëm të Mario Pirovano, publiku përballë me një histori që i bën të reflektojnë, të qeshin dhe të ndjen pjesë e një lidhje kulturore të gjallë midis Italisë dhe Shqipërisë. Ky aktivitet nxori në parëndësinë e teatrit dhe të kulturës si ura komunikimi dhe partneriteti, duke rikujtuar se arti dhe historia e mirë treguar janë të përjetshme, duke kapur zemrat e të gjithëve, pavarësisht moshës, arsimit apo besimit. Shfaqja në teatrin Petro Marko konfirmoi se tradita, talenti dhe pasioni për teatrin mund të bashkojnë komunitete dhe të lënë një gjumë të paharrueshme në memorien e audiencës.